Partia Liberal-Demokrate e dorëzoi nismën për vlerësimin e kushtetueshmërisë rregullores për ngrohjen qendrore të miratuar nga Komisioni Rregullator për Energjetik. Kjo parti konteston pranë gjykatës kushtetuese kushtetueshmërinë e neneve 13, 18, 53 dhe 54 nga rregullorja e furnizimit me ngrohje, të cilat mes tjerash parashojnë që nga 10 denar për metër katror të paguajnë edhe ato anvisëri që për shkaqe të ndryshme janë shkyqur nga sistemi i ngrohjes qendrore. Liberalno-demokratskata partija danes podnesува iniciativë. PLD-ja sot parashtron iniciativë deri tek gjykata kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë për rregulloren e miratuar kohë më parë për furnizim me ngrohje qendrore. Ne insistojmë që gjykata kushtetuese të sjellë sa më shpejt vendim, ndërkohë që deri në sjelljen e vendimit përfundimtar të miratojë një masë të përkohshme përmes së cilës do të stopohet zbatimi i këtyre rregullave, me çka dhe do të ndërpritej revolti i qytetarëve për shkak të çmimeve vërtet të larta. E revolt për rregulloren e miratuar nga ana e Komisionit Rregullator për Energjetikë shprehin edhe qytetarët. Për mua është shumë e shtrenjtë dhe për këtë shkak e kam shkyqur dhe nuk do të paguaj 10 denar për metër katror për diçka që nuk e shfrytëzoj. Ajo është e njësoj sikur të shkoj në treg dhe shitsi të më thotë më jep 10 apo 100 denar. Vërtet nuk mban kjo që bën Komisioni Rregullator. Partia Liberal-Demokrate fton edhe avokatin e popullit që të ndërmerr masa për t'u dalë në pa qytetarëve. PLD gjithashtu apelon deri tek qytetarët që të mos ngrenin iniciativa të ngjashme për shkak se sa më i madh të jetë numri i iniciativave pranë gjykatës kushtetuese, aq më gjatë do të zbaritet procedura deri në vendimin përfundimtar të kësaj instance të lartë gjyqësore.